Përshëndetje gocani, përshëndetje. Kjo ishte darka ime dije për ditëlindjen time. E shkon sa bukur, pul në furr. Ju falenderoj që të gjithëve për mesazhet që më keni bërë si në privat dhe publik. Unë besoj se ju kam falenderuar që të gjithëve. Ju kam kthyer përgjigje si në Instagram dhe në Facebook. Ja u di për nder, për faleminderit. Ju kam shumë xhan. Edhe jeni një mbështetje e madhe dhe ju përqafoj që të gjithëve rrofshi, gëzim, dashuri dhe harmoni paçit në familjen tuaj dhe Zoti ju bekoft. Ja këtu po qërojnë dhe patatet. Mrem bëra pullën me patate, si që thash. Gjithsesi, kjo nuk ishte darka ime ditëlindjes, se ishte e martë dhe gjatë javës neve punojmë. Jemi të lodhur, ko nuk kemi. Elian ne kemi akoma të vogël, nuk mund të vem të festojmë ditëlindjen mes jave edhe të kthehemi vonë sa ajo është në shkollë ditën tjetër, sa të paktën 9:30 do të jetë në gjumë. Edhe siç po thoshja që ditëlindja ime do festohet të dielën. Do dal me familjen jashtë në një vend të bukur, nuk e di, e ka zgjedh burri, edhe do ta festojmë. Kjo ishte thjesht një darkë normale, gocani. Se do thoni pastaj që po ti me gjithmonë vetëm patate me pul bere, po çfarë do bëjmë ne? Ta si ju pëlqen e kam ngjyrë të verdhë. O po më këshilloni në një ngjyrë tjetër. Po bëj shaka. Ja fjale vërtet. Masi unë nuk i bëj këto videot e mia njerë serioze për atë Zot. Megjithatë, dy bëj që këtë juve për qeshë, si thoni. Ja dhe këtu edhe më rigonin, ti kripi mirë këtoja, se po si kripëm nuk hajnë. Është dhe gjesh jo me krip. E një qik piper. A ma se të gjithë dhe t'i bëjmë patate tani, rrini urtë. Mos qeshni me mua. Kjo me gocani ishte darka ime për mbrëm, sa është për sotë. Sot kemi gjëna tjera. Edhe kështu, ja ditëlindja ime, që kështu do ta festoj të dielën. Dhuratat i pat, burri ime kishte egzageruar një çik, në vend blinte një gjë, po kishte bler gjithë ato gjëra, gjithsesi, unë e falenderoj shumë që ai kishte bërë, po e ka qikate që do që të më blej sa më shumë. Megjithatë, mrem bëra vetëm tortën, se torta ja vlen që ti fikësh qirin ditën që ti ke lindur. Se të dielën vërtet ne do vem do ham jashtë, po nuk do marr tortë. Pastaj unë nuk jam nga ato që bëj festën shumë të madhe për ditëlindjen time. Preferoj ta bëj për fëmijët, jo për vete, okay, bëj, po normale. Ja dhe patatet i sistemojmë, duke par video, duke sikur po diskutoj me juve, original, dhe ju unë po presim më ktheni ju përgjigje. Edhe kërkoj ndjes njerëzve që ka shumë njerëz që më pëlqejnë, më komentojnë edhe nuk më ndjekin. Pse nuk më ndiqni? Hajde gocani, më çoni deri në 10.000 follow, nëse keni dëshirë. Ja u di për falenderit. Me qenë se kisha ditëlindjen dije. Dhe këtu gruaja që kishte ditëlindjen e kurosi mrem deri në orën 12 të natës. Për një nen, të themi, nuk ka asnjëherë festa. Festa durojnë shumë pak, se mbas që fryn ata që rinjt, i kthehet punëve të shtëpisë. Ju përshëndes gocani, ju falenderoj, ju puth fort. Edhe kush ka dëshirë të më ndjeki dhe të më pëlqen. Ciao!